Në mbar globi, 1 tetori njihet si dita botërore e kafes, një simbolik që kremton një nga pijet më të dashuara të njerëzimit. Edhe në Shkodër, kafeja është e lidhur ngushtë me përditshmërinë dhe kulturën qytetare, duke u shndërruar në një ritual që ruan gjallë miqësinë dhe shoqërinë. Ndikimi i kafes në jetën e njeriut është i madh, shpreh psikologja Loreta Tomaj. Kur ne ftojmë dikën për kafe, është një mënyrë sikur t'i themi që dëshirojmë të rrimë së bashkut mirë, gjallërueshëm, të motivuar, le të themi vigjilent me njëri tjetrin, më dashamirës apo edhe më të nxitur. Për këtë arsye kur e ftojmë dikë për kafe, është dëshira jon, është gati siç prejmë dëshirën tonë për t'i thënë tjetrit që dua të gëzoj me ty. Megjithatë, përtej avantazheve, ajo thekson se konsumimi i tepruar mund të ketë edhe pasoja negative. Edhe për kafen duhet të përdoret e mesmja e arë, do thotë përdorimi me karar. Ka disa persone që pinë mjaft kafe, o për shkak të punës, o për faktin sepse janë mësuar dhe nuk funksionojnë, le të themi biologjikisht ndryshe, dhe kjo bën të mundur që ato të jenë vazhdimisht të stimuluar. Ajo jo vetëm na gjallëron, por nganjëherë bën të mundun që edhe të na shkaktojnë ankth nëse e pimë me tepri. Nga kafenetë e vjetra të qytetit si Kafja e Madhe, ku mblidheshin intelektual dhe artist, deri te lokalet moderne, Shkodra vazhdon ta jetojë kafen si pjesë e identitetit të saj. Sidoqoftë, psikologët këshillojnë në çdo rast se rituali i përditshëm duhet të mbetet kënaqësi e shëndetshme dhe jo varësi.